I gjendur në shpatet pitoreske të Sharrit, Prizreni, qytet I lashtë historik me histori të gjatë e të pasur, mbetet një ndër vendet më tërheqëse për tu vizituar. Na pëlqen normal, na pëlqen shumë. Investime ka aty këtu, ama dhe është I bukur. Është I mirë vendit. Për të gjithë vizitorët që dëshirojnë ta shohin për rreth qytetin, ofrohen mundësi të ndryshme. Na jemi pajtonxhi për 19 vjet, baba ka punu, mas babës unë e kam marrë. Rreth Prizrenin, ka 1 euro çmimi. Jo, shpesh vim se ema me gjithë se ema afër këtu. Vend më të bukur besoj që ka në Kosovë. Prizreni njihet si kryeqendra e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kemi eksponate dokumente, kemi fotografi, kemi eksponate tridimensionale dhe eksponate që nevojiten për me plotësu ngjarjen madhore të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në zonën historike të Prizrenit bën pjesë edhe xhamia e Sinan Pashës. Në bërthamën e vjetër të Prizrenit është ndërtuar xhamia e Sofi Sinan Pashës në vitin 1615. Kjo xhami është ndërtuar prej gurit të latuar dhe njihet si një ndër xhamit më të bukura në rajon, me vlerë të shumëfishtë si objekt fetar, kulturor e historik. Objektet e trashëgimisë kulturore janë në kompetencë të Ministrisë së Kulturës. Së fundi kemi nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për restaurimin e disa objekteve që janë në listën e objekteve të mbrojtura. Një gjë e tillë tashmë ka filluar dhe pas 1 muaji presim që të përfundojnë punimet në restaurimin e 10 objekteve të tilla. Të shkosh në Prizren nuk bën të mos ngjitesh në kalan historike. Rrugica që shpihet te kalaja zgjat rreth 20 minuta ecje. Përgjatë rrugës takuam edhe vizitor në moshë të shtyer. Jo, po kam qenë me shku. Si të moj po shkoj. Po kam shko ka bëllë në alë, po shkoj. Është vend I bukur, është një atrakcion për qytetin e Prizrenit. Me bosën ka do dushke, të hanë dushke. Vetë hojnë barë, a këtu hojnë kësi gjithë dushke. Kalaja është një nga pikat më të njohura turistike në Kosovë. Kalaja Prizrenit njihet si simbol I qytetit dhe përbën një nga pjesët më të rëndësishme të trashëgimisë historike të lashtë. Pozicioni I saj dominues mbi qytet dhe pamja e saj arkitektonike padyshim e bën një nga pjesët më të rëndësishme të qytetit dhe një nga vendet më të vizituara nga turistët. Vizitorë të shumtë shijonin pamjen e qytetit nga kalaja historike. Vend I bukur, duhet secili ta viziton këto. Vjet për vjet, kur jena këtu në Kosovë, vim e vizitojmë kalajin, shumë bukur është. Nuk mungonin as turistët e huaj. Është hera e dytë që jam këtu dhe më pëlqen shumë pjesa historike. Është spektakulare të shohësh gjithë qytetin nga këtu. Prizreni është qytet I bukur, ka ushqim tradicional, rrugë dhe ndërtesa të vjetra. Rruga deri te kalaja është e vështirë, por ia vlen sepse është vend shumë I mirë. Kalaja e Prizrenit në pjesën lindore të qytetit është në lartësi mbitëtare 525 metra.